Speranca TV paraqet. Mirëmbrëma o ju dëgjues besnik të këtij kanali. Sot e kam marrë unë fjalën. E di që jeni mësuar të dëgjoni histori me halle, histori me lot e me vuajtje, por sonte do t'ju tregoj një histori që do ju bëj të buzëqeshni e ndoshta t'ju ndes pak edhe gjakun. Sepse jeta nuk mbaron kur merr fletën e pensionit në dorë. Valla për mua aty filloi. Unë jam një grua që letrat e shtetit më thon pensioniste. I kam kaluar të 60-tat, por po të më shihni në rrugë, nuk ma jepni atë mosh as me marrëveshje. Djemt i kam të rritur, të martuar e me shtëpitë e tyre andej nga jashtë shtetit. Më dërgojnë lek, me mbajnë me të gjithat e mirat. Kështu që unë jetoj e vetme në një shtëpi të lezetshme. Tani unë nuk jam nga ato plakat që mbyllen brenda, e rrin duke parë telenovela turke e duke qarë. Jo të keqen, unë e dua jetën. Zgjohem në mëngjes, bëj tualetin tim të lehtë, vesh ca rroba me ngjyra të çelta që të më hapin fytyrën, e hedhat parfumin tim të preferuar dhe dal. Dal në kafe. Ulem aty ku rri rinia. Kam bërë shoqëri me plot vajza e djemt të rinj të lagjes. Me thrasin teta, bëjmë shaka si kur të ishim moshatar. Unë u tregoj histori, ata qeshin me të madhe. Shpirti im ka mbetur tek të 20-tat, e çfaj kam unë që vitit iken. Në lagjen tonë, çdo fillim muaji, pensionet i ndan një postier. Tani, fjala postier ndoshta ju sjell ndërmend një plak të lodhur me çantë, por prisni t'ju tregoj. Ky ishte një burr rreth të 30-tave, i gjatë, i mbajtur, me shpatullat e gjera dhe me një palë sy të zenj, aq të zenj sa kur të shikonte, të dukej si kur të fuste në një pus të thellë. Kishte një të ecur plot besim dhe një buzëqeshje që janë nxirrte në pa dhëmbë të bardhë. Muajt e parë që filloi të vinte në lagje, ai thjesht rokiste, me jepte letrat, unë hidhja firmen, thoshim mirupafshim e kaq. Por me kalimin e kohës, filluam të bënim ca muhabete më të gjata. Pas keni dalë si surka dhe sot, me thoshte kur me gjente tek dera të bërë gati për të dalë në kafe. Surka dhe që merr pension thua ti, ja ktheja unë me të qeshur, duke i bërë me sy. Ai qeshte me thoshte, valla po t'i shohin sytë të tjerët, pensionin duhet t'ja japin do një tjetre, se ti e për të shkuar në disko mbrëmjeve. E kështu me fjale me shaka, aty filloi të ndizej një shkendi. Çdo datë 3 të muajit, unë zgjohesha me një tjetër humor, e prisja atë ditë si e çmendur. Shtëpinë e bëja xham, vishja një fustan të bukur shtëpie, nga ata që të rrin lirshem, por që ta tregojnë linjën e trupit, dhe rria me veshin tek dera, kur do të dëgjoja hapat e tij nëpër shkallë. Ai e ndjente, e dija që e ndjente, sa herë me jepte letrën për të firmosur, shiheshim në sy dhe gishtat tanë prekeshin qëllimisht, dhe ai nuk i tërhiqte me një herë. Ai mbante dorën aty, mbi një letër për ca sekonda dhe sytë e tij më rreshqisnin nga gjafa deri tek gjoksi e pastaj sërish tek syt, me një guxim që ma dridhte shpirtin. Jam grua pjekur, i njoh mirë ato shikime dhe aty kishte zjarr. Gjithçka mori kthes një ditë në fillim të këtij muaji. Ishte qershor, jashtë bënte një vap mbytëse. Ora ishte rreth 10 e mëngjesit dhe unë sapo kisha mbaruar punët e shtëpisë. Thash me vete, po futem të bëj një dush të freskët, e pastaj po bëhem gati se mbase vjen postieri. E kisha harruar fare orarin.
Hyra në dush, uji i freskët po me lante trupin, sapuni i luleve e kishte mbushur gjithë banjen me një aromë të ëmbël, dhe pikërisht atëherë dëgjoj zilen e derës jashtë. Kush të jetë vallë, mendova. Pse me ra zilja në këtë orë? Zilja ra përsëri edhe me fort. Dritarja banjës ime ishte nga ato të voglat e rregulluara që të hapet vetëm nga lart dhe binte tamam nga ana e balkonit të jashtëm afër derës së hyrjes. Mu kujtua me një herë data 3. Postieri, thash. Unë isha qull, uji me rrithën nga çdo anë, mora peshqirin, e mbështolla rreth vetes me shpejtësi dhe hipa pak te buza e vaskës sa për të arritur dritaren. E hapa sa munda dhe fola me gjysëm zëri. O burri dheut, a je postieri? Unë jam, ma ktheu ai, me atë zërin e tij të thellë që dëgjohej edhe përmes murit. Të solla pensionin, po me duke që të gjeta të papërgatitur. Dëgjoj, thash, derën e kam lënë pa çelës, vetëm tërhiqe dorëzën, futo brenda të keqen, lere letrën dhe lekët mbi komodinën në korridor, sepse jam në dush e nuk dal dot. Nuk mund t'ja fuz vrapit siç më ka bërë nëna. E thash këtë me ashakan time të zakonshme të bëja pak si e hedhur. Dëgjova derën e jashtme që u hap shumë lehtë. Hapat e tij të rënd hyn në korridorin tim. Unë dola nga vaska e mbështjellur mirë me peshqirin tim të mëndafsht që me kanë sjell djemt nga Italia. E hodha supeve, e lidha ripin ngusht në bel dhe mblodha flokët e lagur me një kapse. Dola nga banja duke menduar sa i kishte lënë ato gjëra dhe kishte ikur. Por jo, kur hapa derën e banjës dhe avulli doli në korridor e pash, ai ishte aty, po qëndronte në mes të sallonit tim të vogël me çantën e lëkurës hedhur në njërin krah. Nuk e kishte bërë asnjë hap për të ikur. Syt i kishte mbërthyer te kon. Mbeta e ngrirë dhe peshqiri me ishte ngjitur pas trupit nga lagështia e dushit. Pikla uji me binin nga qafa poshtë në lëkur. Nuk dukej me ai burri i qeshur që bënte shaka tek dera. Dukej si një njeri që po e diqte etja. Po ti, pse s'ke ikur? I thash unë, me një zë që nuk më duk si imi. Ishte një zë i holl, i dridhur. Ai nuk u përgjigj, bëri një hap përpara drejt meje. E lash letrën, tha ai ngadal, me sytë që i shkëlqenin nga një dëshirë që unë se kisha parë kurrë as tek burrat e rinj. Por nuk i ka dot. Dëgjova zhurmën e ujit dhe dëgjoja zërin tënd. Si mendon ti se mund ta lë një grua si ty të hedh letrën, si t'ja çoj një plake e të iki? Ti si ashtu, me thaj. Zemra donte të më dilte nga krahërori. Tensioni në atë korridor ishte aq i madh sa mund të verehej shumë qartë. Ai hodhi çantën me gjithë paret e shtetit e me gjithë letrat e pensioneve në dysheme. Çfarë po bëni, peshpërita? Ndërsa ai ngushtoi distancën mes nesh. Tani ishte aq afër sa mund të ndjeja edhe erën e tij burrërore. Po bëj atë që kam dashur të bëj që në ditën e parë që të kam parë, me tha postieri. Griti dorën dhe ma vendosi tek faqja. Dora tij e ngrohtë u mbyll rreth lëkurës sime të lagur. Unë mbështeta pas murit e pafuqishme. Te gjithë ato shaka, gjithë ajo gruaja çapkëne e kafeneve, humbi atë ditë. U shkriva. Mbeta thjesht një grua e zakonshme, një grua që kishte vite e uritur për një prekje kaq të fortë, kaq mbrojtëse e kaq të nxehtë. Aja afroi fytyrën e tij. Sytë tanë ishin vetëm 1 milimetër larg, dhe pastaj buzët e tij gjetën të mijat. Çfarë puthje ishte ajo? Një puthje etur që të merrte frymen.
Ai me mbështolli me të dyja krahet e tij. Dhe nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.